Kryeministri Edi Rama ka nisur episodin e radhës të podcastit Flasim, ku deklaroi se plani për shpërndarjen e dëmshpërblimeve për familjet e prekura nga përmbytjet është tashmë gati dhe se qeveria do të qëndrojë pranë çdo qytetari të goditur nga fatkeqësitë natyrore. Kreu i qeverisë nënvizoi se puna e institucioneve nuk përfundon me përmirësimin e kushteve të motit, por do të vijojë me riparimin e dëmeve në infrastrukturë dhe kompensimin e plot të familjeve të prekura. Ai bëri me dije se ekipet e verifikimit janë në terren që nga dita e parë, ndërsa Ministria e Financave ka përgatitur tashmë të gjithë planin me skenarët e dëmshpërblimit. Duke ju referuar së kaluarës, kryeministri kujtoi borxhet e trashëguara nga përmbytjet në zonën e Shkodrës, të cilat sipas tij u shlyen plotësisht nga qeveria aktuale. Ne erdhëm për të ndërtuar një Shqipëri tjetër, një Shqipëri që nuk i lë vetëm njerëzit e saj kurrë më, përfundoi Rama. Ama për te i vërbullës atmosferike, ndryshim klimatik, sasisë rreshjeve, që në 4 ditë ishte sa mesatarja e muajit janar, pra e 30 ditëve rreshje në 5 vitet e fundit, faktori njerëzor ka peshën e vet. Ka peshën e vet për mirë ose për keq. Njësoj siç edhe infrastruktura ka peshën e vet për mirë ose për keq. Jo për t'i ndalur, por për t'i bërë më të kontrollueshme këto masa të jashtëzakonshme rreshjesh, dëbore dhe prurjesh. Ndërkohë që ne si qeveri jemi të qartë për nevojën e vazhdimit të investimeve në sistemin mbrojtës vendit, unë nuk e di fare sinqerisht se si bëhet harbutrisë ekstreme ndaj natyrës që manifestojmë ore çast ne si popull. Po, troq, ne si popull. Prurjet marrëmendëse të plastikës nga lumejt në të raste janë të frikshme, janë të neveritshme, janë kriminale në kuptimin e plot të fjalës. Hedhja rrugëve, shisheve dhe qeseve plastikës, të ishte ky vend jo atë dheu yni përbashkë për një kosh plerash në një territor që s'na përket me cilin s'kemi lidhje. Kudo ku na teket, lëshojmë si lopa bajgat, mbeti dhe konsumit ton, është diçka që e mbulon tamam me bajga, flamurin e pavarësisë son si shtet. Librin e historisë përpjekjeve tona shekullore si kom për të jetuar në shtetin ton. Fytyrën e secilit prej nesh si njerëz të këtij populli dhe si qytetarë të Europës, që mbajmë emrin shqiptar, të cilin e mbajmë me drejt, me krenari në shumë raste, të cilin e ndjejmë me të drejt si vërtet fjalën kyçe që na bën të ndjehemi krenar kur jemi në stadium, por të cilin e përdhosim emrin shqiptar, duke përdhosur Shqipërinë, duke përdhosur natyrën e Shqipërisë, duke përdhosur fytyrën e Shqipërisë. Ne si qeveri dhe si shumicë popullore sidoqoftë nuk do të dorëzohemi. Dhe do dalim më tej me masa të reja kundër kësaj fuqie të errësirës në trurin ton si milet, duke rritur përpjekjet për sensibilizim, për informim, po dhe për ndëshkim, po ashtu. Por në të gjitha rastet është e domosdoshme që gjithë secili të ftillohet, sepse kjo që ndodh dhe ajo që i bëjmë ne Shqipërisë, duke hedhur një shishe plastike apo duke hedhur një qese plastike në rrugë, ka vetëm një fjalë që e përkufizon: krim.